Apolonia hap dyert për sezonin turistik. Pavarësisht problemeve të shumta në infrastrukturën e rrugës që do të çon në parkun arkeologjik, qytetarë të shumtë preferojnë të kalojnë fundjavën aty. Aksi rrugor Fier Seman, rruga e të cilit është amortizuar, por që është e vetmja që të çon drejt Apolonisë, nuk ka penguar vizitorët që të shkojnë lart e të paguajnë biletën prej 300 lekësh për të parë nga afër parkun antik. Para kamerave ata nuk kursejnë të shprehin kënaqësinë që u fal ky vend, por as problemet me mirëmbajtjen dhe restaurimin e tij. Ndoshta me gërmimet që do bëhen më vonë mund dalin pa edhe shumë gjëra tjera që shumë bukur, nuk mund të ketë, domethënë që me bënë vërejtje nuk ka. S'mendoj që ka vend për vërejtje. Është ruajtur, mirëmbajtur nga popullata, por kërkon një kujdesje dhe një investim të veçantë nga ana e qeverisë. Vinë njerëzit nga jashtë, nga brenda Shqipërisë e tuaj dhe shikojnë që kanë mbuluar ferrat, barat, ashtu duhet një sistemim. Në ndryshim nga parku, Muzeu i Apolonisë vjen të jetë i mbyllur për vizitorët. 23 statuja dhe gjethet e tjera arkeologjike që ndrojnë në hallin e njërës prej godinave të kësaj qendre muzeale. Drejtori i Parkut Arkeologjik Marin Haxhimali thotë se shumë shpejt do të nisin punimet në terren, duke lidhur këtë vonesë me mungesën e çeljes së fondeve nga projekti i Komunitetit Evropian, ndërsa nuk haron të veçojë numrin e rritje të vizitorëve. Të gjithë zërat për një bjerrje do ta quaja të turizmit janë të pabazë për shkak se jo vetëm që nuk ekziston ky fenomen, por ju jeni vetë dëshmitar që këtu turizmi sa vjen dhe shtohet. Ka patur një vonesë, por kjo vjen si rrjedhojë e procedurave administrative të cilat i kemi shpjeguar disa herë dhe lidhen vetëm me donatorin dhe nuk kanë të bëjnë fare me autoritetet shqiptare.